Në gjykimin e ish kryeshefit të Kekut, Nagip Krasniqi, akuzuar për korrupsion, eksperti i bilanceve të energjisë në Korporatën Energjetike të Kosovës, Granit Beqiraj, ka dëshmuar lidhur me kushtet që kompanitë duhet t'i përmbushin për të bërë shitblerje të rrymës me Kekun. Në këtë rast, prokuroria pretendon se Krasniqi shkaktoi dëm shtetit 3.2 milion euro, pasi vendosi të bënte tregtim të rrymës me kompaninë slovene HSE e pa licencuar pranë ZRE-s. Dëshmitari Beqiraj tha se në rastin e kontratave korniz për tregtim të njohura si EFET, kompanive ju kryen punë edhe licencat që ja kanë lëshuar shtetet me të cilat Kosova ka reciprocitet, siç është Shqipëria, si dhe vendet e BE-s. Si operatorët e cilat kenë kontratin shumë me EFET, dhe janë pjesëmarrës në ankonë, dhe janë pjesëmarrës në ankonë. Ato kanë do të thonë licencë për timit të energjisë. Këto që për vendit të bërkatës, po. Dëshmitari tha po ashtu se rryma u ble përmes kufirit me malin e zi. Sipas kësaj efekt kontratë ditore. Sipas efekt kontratë ditore, shihet se do të thonë kompania HSE ka qenë shitës në këtë rast Korporatën Energjetike të Tërës, kërsa energjin e ka sjellë përmes Kufirit Energjetik Mobilizim Kosovë. Mbrojtja në këtë rast pretendon se shitblerja e rrymës u bë në kufi dhe se kjo është një nga arsyet pse kompania shtetërore slovene HSE nuk është dashur të pajiset me licencë në ZRE. I pyetur nga mbrojtja lidhur me deklaratën e tij në prokurori se me çfarë baze kishte folur për dëm ndaj shtetit, Beqiraj tha se u bazua vetëm te ajo se shteti do të mbledhte më shumë tatime nëse ndërmarrja slovene do të ishte e licencuar në Kosovë. E tek ju përgjigj pyetjeve të prokurorisë, ai tha se ish kryeshefi Krasniqi ishte në dieni për shkresën njoftuese të ZRE-s që ndalonte tregtimin e rrymës me kompani të palicencuara në ZRE.